Ela është 41 vjeç. Ka 4 kunata me asnjëherë nuk shkon mirë, 2 motrat e burrit dhe 2 nuset e vëllezërve. Me motrat e burrit xhelozi dhe distancim gradual, me nuset e vëllezërve situata më e rëndë. Njëra e akuzoi pa arsye dhe burri i saj e qortoi bazuar në mesazhin e kunatës. Kur e ka treguar historinë, në fakt ka qenë shumë e prekur, kur e ka treguar Elonës, Ela. Po, përshëndetje Dalin. Përshëndetje. Tash një pyetje kështu direkte. Meqense nuk shko ke mirë me 4 veta. Ti nuk mendon që ke dhe i gjë ti apo absolutisht e pafajshme në këtë histori? Mendoj të gjë, biles prandaj doja që nisa me ju dhe ju falenderoj shumë për temën që keni bërë. Dua të di se ku jam, se ndodh kjo gjë. Më thuaj çik për situatën tënde. Si je martuar me dashuri? Jo, unë jam martuar me mbledhëri, marrëdhënie normale, burr grua me familje. Jeton në familje, punon? Po, patjetër punoj. Okej. Punoj në një privat, në të zezë, nuk është se punoj në shtet. Kuptoj. Më shkrive. Ka dhe punë jo në shtet, por jo në të zezë. Madje duhet fillosh të mendosh që mos punosh në të zezë, por kjo është shtep tjetër. Është patjetër. Po se do njifet, në pension do një gjë, kupton kur plakesh, qyna. Se do të bëjnë kunatat pastaj. Bëjmë shpresë të fëmijët. Po, tani ti sa fëmijë ke? Unë kam 3 fëmijë. Ke 3 fëmijë. Po motrat e burrit jeton aty? Jo, janë të martuara të dyja. Më fal, ti jeton në shtëpi me burrin vetëm apo dhe me vjerë e vjerë? Unë në shtëpi me familjen tim, domethënë fëmijët e mi, burrin kam dhe vjerën. Okej, burri është djali vetëm? Po, është djali vetëm me 2 motra. Unë jam gocë vetme me 2 vëllezër. Ne jemi fëmijët e mëdhenj të familjeve tona. Janë përkohësisht një moshë, edhe motrat e vëllezërit tanë. Po çka ka ndodhur me kunatat mirë? Filloj me motrat e burrit tënd. Nuk e di Dalin, nuk e di as vetë se çfarë ndodhi dhe çfarë po ndodhe. Kupton, ishim shumë mirë në fillim. Okej, ndjen një lloj xhelozie, tani e kuptoj se janë edhe më të vogla. Po xhelozi ndaj çfarë? Xhelozi sepse vjeri me vjerën time më kanë konsideruar gjithmonë si gotën e tyre, sidomos vjeri, se nuk e kam tani, të dy edhe vjera. Më kanë mbajtur afër si fëmijën e tyre, jo, nuk më kanë disa forse është nusja kjo edhe aq se po e ndajmë, kupton? Me këtë të voglën më shumë, dhe Nadia ka filloj, pak a shumë, po prap, me këtë të voglën, sikur kishte xhelozi, xhelozia saj ajo shprehte, nuk e shprehte me mua direkt, por me nënën e vet, se ti bën për atë, kush është ajo, do të thonë unë kam kaluar dhe një smundje që kisha nevojë për gjatë martesës, që kisha nevojë për trajtim. Ajo ishte duke thënë gjithkohë që shiko se ju po harxhoni lek për... Unë e kam dëgjuar atë, ma kanë thënë dikush, ja kanë thënë dikujt që po harxhon lek, prindet e mi po harxhon lek për këtë, ta shërojnë këtë, kupton? A keni pasur një moment që keni qenë mirë ju të dyja? Momentet mirë kanë qenë vetëm në fillim të fejesës, të lidhjes time me burrin, pastaj çdo gjë ishte shumë e ftohtë, domethënë shumë, sikur ishte kunja që se kjo, një të xhelozi, domethënë ndjesh xhelozia e saj. Edhe pse unë përpiqesha gjithkohës, edhe jam përpjekur gjithë këto vite që të bëj sikur nuk shoh, nuk dëgjoj, nuk e kam hedhur gjithmonë maskrave, okay? Janë të vogla me justifikimin se është e vogël, kur bëhet vetë do kuptoj. Sa vjeç është? Tani momentalisht ajo është 34 vjeç, 35 vjeç. Me bashkëshortin si shkojnë kunatat, motrat? Me thënë drejtën me bashkëshortin si mas interesit të tyre. Po bashkëshorti si në raport me ty dhe me ato, si sillet? Qofse ti ke një problem me ato? Është kështu, okay, nuk mban hapsin as timin, as të motra me veta, kupton? Edhe mua më pëlqen kjo gjë, se nuk mund ta ndal, nuk kam dashur që ti fus në shef, në thonjza, që shiko se motra vetë ma bëri këtë, ma bëri atë. Thjesht kemi diskutuar me burrin, ka thënë që kështu, vetëm lëre, se është mos i vere. Okej. Në këtë situatë jona thjesht ajo kunata nuk e ka qef tani. Kupton, do të zgjidh gjërat e pasigurisë së saj, përderisa është e mirëpritur në shtëpi dhe është në rregull me gjitha gjërat e tjera. Kjo është si çka ka shoqja që u ftoi me mua, çka ka komshia që s'më flet. Domethënë nga ato situata që
Ndoshta do ta lë në rrugën e vet. Varet sa Elon e ngarkon kjo gjë edhe sa i jep rëndësi ose sa e ndikon në marrëdhënien me partnerin e vet apo në jetën e saj personale, ndërhyrjet ose mënyrat se si ajo ndërvepron. Ndoshta Ela mund të ketë pasur nevojë të ndërtojë një tjetër lloj raporti, mund të jetë edhe kjo. Po më s'është fundi botës se s'është. Jo, dëgjoj. Mbase unë jam e zgënjur në famizat sepse një kisha ime më pati kërkon vëmendje. Nuk kërkoj. Okej, mund të jetë kjo që mund të kërkoj vëmendje, por unë kur kam ardhur si ke motrat e burrit, si ke nuset e vëllezërve, kam kërkuar atë motrën që unë se kam pasur dhe mbase jam e zgënjur. Mendoj, nuk është se kuptoj. Jo, ka të bëj. Më bëre përshtypje edhe me çështjen e vjerrit tënd që të ka konsideruar si vajzë dhe mënyrën se mund të trajtuar. Më kanë trajtuar shumë mirë, biles unë letoj me vjenën sot. Edhe prap ajo tamam nën që ndihmon bën. Përveçse unë jam distancuar çik. E kam bërë këtë gjë. Je distancuar pak. Po pavarësisht shumë të distanca, pse ka ndodhur, mendon se kjo mund të jetë edhe arsyeja pse kunatat e tua mund të jenë ndjer xheloze nga raporti se si prindrit e tyre? Unë mendoj vetëm xhelozia si gjë tjetër, sepse unë nuk kam, unë jo se jam unë, edhe po e them që jam unë e përsosur. Unë kem shumë gabime se njëri jam, ama me tipin që kam, me njerëzit që kam folur, që më njohin, po nuk je njëri që po distancon që i krijon sherrë shamat. Po distanca më pas ishte si për të kuptuar nëse tërhiqesh. Ne distanca që unë jam tërhequr atë dyja tani ka ndodhur para një viti, ka qenë në gusht. Ndodhi një debat, më saktë një debat midis motrës së vogël, të burrit edhe nënës së vet. Arsye ishte pse shkoni ju ke mami. Ishte një pjesë kështu që si tip llogarie, pse shkut juve kur unë erdha këtu. Edhe burri pse një paralizë faciale, që atëherë unë më ka rënë një super shok, nuk e di se si ta zhvegoj atë moment. Edhe thash, ball mos stop, kam bërë blok të dyjave, motrave të burrit, sepse kam një keqe që unë shoh se unë të flas në atë moment që jam e nervan, që jam keq, unë të jap fund edhe nuk më prishesh, nuk bësh më këtë botë. Edhe i lash në heshtje dhe gjithkohë kjo është në heshtje. Tani janë fëtur shumë, nuk kanë, nuk marrin mundimin që thonë, o goce po ti pse bëre këtë gjë? Ose të kërkosh falje. E bëm gabimin, ne bëm gabimin, domethënë nuk të thon askush që e bëra unë. Shiko, mua më shumë më shqetëson këtë pjesa ime. Çfarë kam unë tani? Se unë gjithkohë jam përpjekur gjithkohë të mbaj të pjesën e familjes, nuk doja që burim të distancohesh me motrat e veta ose ti flisja keq për motrat e veta. Fëmijët të shkonin të vinin sepse janë hallat, nuk mund t'i ndaloj. Edhe sot e kësaj dite nuk i ndaloj, përveçse unë nuk shkoj ke asnjëra. Dgjoj, po. Interesante që e tha që kisha pritshmëri të larta, desha një shoqe, një motër, edhe ka hyrë pak me mendime surreale, sepse ato nuk e ke, nuk të bëhen, edhe po ti je shumë të mira nuk janë. Ndonjëherë këto i kupton kur ndahesh. Tani jam e vedis, tani unë do të zgjidhet problemin tim, pse unë jam kaq e keqe me këto të katërta. Nuk kemi folur akoma për nuset e vllajt. S'kemi folur akoma sepse ato janë komplet marrëdhënie tjetër. Je ti e jashtme në një marrëdhënie në një familje. Atëherë çka ka ndodhur me to? Me të drejtën me këtë të vllajt madhen, nuk është se kam pas debate gjëra, kupton, as unë as mamin. Thjesht ata u larguan jashtë shtetit, edhe u ftofën ande me njëri tjetrin, e kupton? Kurse me të dytën ndodhen shumë gjëra që edhe kam dhe unë faj, e pranoj që kam dhe unë pak faj ke kjo pjesë. Me të dytën, base nuk e qëndrova shumë afër, sepse ajo lindi një fëmijë me shumë probleme, e humbëm një pinë. Po pse thua që si qëndrove? Nuk e di si ta shpjegoj, nuk i qëndrova në kuptimin që unë e flisja, ajo më merrte për të keq, mendoj unë, nuk e di tani, derisa arritëm këtë pikë, nuk e di Adalin, me këtë dytën, me këtë voglën të vllajt, u bë shumë keq situata, sepse agravoi shumë keq edhe me mamin, nuk ishte marrëdhënie të mira, pavarësisht se unë i flisja mamit tim, flisja edhe me këtë, biles këtë mbaja, të them si motër, tamam, dëgjoja të shenjat e saj kundrejt mamit tim,
I thosha ti okay ti qetëso. Po me bashkëshortin me vllajin si shkon? Po tani që janë larguar mirë, shkojnë shumë mirë. Janë jashtë, tani jashtë shtetit nuk jetojnë më me mamin tim. Edhe unë biles vllajtimi thosha gjithkohës mund të largohu, sepse po shkatroheni, po shkatroni juve, po shkatroni dy fëmijët e tjerë, po shkatroni edhe mamin edhe veten. Ka filluar ftoja që kur ajo ishte shtatzan me fëmijën e tretë? Mendoj se po, sepse kur ka ngelur shtatzan me këtë fëmijën e tretë, ai ishte shumë e re. Dalina unë e kam vutur vete pjesën pavarësisht se kisha shumë ndihmë nga vjera ime, nga dy kunata që i kam pas shtëpi, më kanë ndihmuar me fëmijët. Edhe i thash ti je shumë e re, nuk ke pse ta mbash këtë fëmijë. Je shumë e re, ishte 22-3 vjeçë, diçka e tillë me dy fëmijë, ndërkohë që kishte në një vit. Je shumë e re, shihoj trupin tatë, jetën tatë. Ka qenë një moment që nuk e harroj kurrë. Unë kam ikur nga mami atë ditë, nga shtëpia. Edhe të nesërmen më merr vllai im në telefon, të kishin shkuar në spital. Edhe më thot vllai, "Mo ti vrasë se ne këtë fëmijë nuk do ta heqim." Dhe sa është vendi mirë, dakor, mbajeni. Më ka ngelur me rak dalin sepse ai fëmijë lindi shumë, po shumë me probleme. Ai ishte një angjëll, po me ato probleme që kishte. Okej, nuk është faji yt, të lini fëmia, se këtë do ta heqësh si faj. Ke lidhje ti fare? Ai kishte fatin e vet. Dalin sepse Pola sepse unë i thash se folura është një gjë për të që ta dëgjojnë të gjithë që ja pra pse nuk duhet bër. Dhe për më tepër është se tash është vonë dhe ti e ke gjykuar veten tënde, nuk jam unë këtu për të gjykuar, por që është një situatë që përsëritet shumë shpesh, dhe siç e ndjen të peshën e fajit, tu ta kuptoj edhe të tjerët që mos ta ndjejnë kur u flasin njerëzve dhe u thon hiqe, që është një vendim tërësisht. E kuptoj, po ja si ndodhin. Kuptoj se ti je shembull i gjallë që ndodhin gjëra. Kështu që më mirë se cili ka atë, sidomos vendimet e kalamajve janë vetat. Por nuk e faj ti që fëmia, nuk e faj ti dhe tani edhe ajo pak a shumë që këtu nga ajo ç'a ndodhi i dukesh sikur e ke hyshtur ti. Unë mendoj që kjo ka ndodhur sepse ne flisnim shumë mirë, pastaj nuk e di pse agravoj me mamin, pastaj me mua. Nuk e kuptova as vetë si rodhën ngjarjet. Okej, unë po të them edhe një herë, e di që kam bërë gabim, duhet të rria më afër, të flisja më shumë, po prap sa do përpiqesha, mundohesha. E ka lidhur me atë situatë. Ajo u transformua, u bën një njëri tjetër. Në momentin që unë kam shkuar një herë te mamim, mos e çunin, domethënë nuk ishte më në jetë. Nuk kishte më ndonjë, vetëm si kalon kaq. U bie te tensioni që kishte. Unë viki me çunin tim, marr çunin tim, do më shkoj ke mami, ishte mami vllai, unë jam me dy fëmijë. Kjo merr fëmijët dhe ikën ke mami vet. Në kohën që ikën ke mami vet, e shkruan burrit tim në WhatsApp që mbaj duan tatë ti se po vjen tu po na përze. Më merr burri me kamerën, po ti goca për çka ke shkuar atje për të përzë njerëzit? Çfarë për të thash burrit? U shokova, e hapa dhe me kamerë me zë. Mami, vllai, tha, "Jo, Ela nuk ka bërë gjë, nuk foli, nuk bëri." Pa folur fare, vetëm mirë, si kalon, e kupton, kur në hyrje. Kaq. Ka qenë një moment që nuk ma ka nxjerrë çunin, e kam mbajtur në dhomë, dhe këtë si harroj asnjëherë. Edhe pse unë atë fëmijë, të them të drejtën, nuk e shikoja dot, jo se unë kur shikoj të bësha shumë keq. Nuk e mbaja dot, nuk e shifja dot në të gjendje. Do doja triste Jona një herë. Po, do doja shumë mendimin e Jonës. Tani, kjo çështja me paktën me këtë person që po flasim tani, me këtë konatën që ka humbur fëmijën, është një situatë që lindi prej kësaj apo kishte edhe çështje të tjera që e kanë sjellë deri këtu, deri në këtë pikë marrëdhënien tuaj, sepse thjesht dua ta kuptoj. Domethënë, shërbeu vetëm një situatë e tillë që ju të ndaheshit në këtë mënyrë, apo ka qenë dhe në fillim kaq e agravuar dhe tensionuar? Tani tension nuk besoj se të ketë pasur në fillim, sepse unë nuk është se isha aty gjithkohës, edhe të bëjoja debate shëra, kupton? Si është natyra jote, Ela? Domethënë është natyra ime. Domethënë me njerëzit përfshihesh shumë, dëshon të ndihmosh, apo je tërhequr dhe u lë atyre të marrin vendime, domethënë si je si natyrë? Si natyrë jam shumë, okay, flas, bëj si qysh tek, por nëse ti merr një vendim, unë të respektoj vendimin tënd. Nuk është se them që duhet bërë kështu. Unë jap iden, okay, them që kjo nuk është e mirë për ty.
Po ju bëj si them unë, kupton? Pra mendon që nuk e qenë shumë ndërhyrëse, të paktën me këtë kunatën, apo jo? Ndërhyr, nuk të ndërhyr. Shiko, unë ndërhyr vetëm ke fëmijët e mi. Unë këtë, domethënë, jam tip që ndërhyr vetëm për fëmijët e mi për askën tjetër. Nuk ndërhyr fare, thjesht të them që kjo gjë është gabim. Që bëj çfarë dush pastaj. E kuptoj. Po kjo situata që, domethënë, filloi të dilte në këtë formë mes ju të dyjave, mendon se është dhimbja e saj që ka reaguar, domethënë faktin që të Besoj se po, sepse edhe unë nuk është jam përpjekur, po prap. Nuk e di, u transformua një tjetër njeri. Jona, imagjino, të flasin keq për mamin, të thonë një të zeza për mamin, dhe të drish si kungull, mua, ku e kam thënë një shoqes time, po kam ti që ke shumë e fort, që ke shumë budallaqe, që nuk e ke për flokësh atë femër. Ai ti ka thënë në sy ty Sepse, këto? po, në një bisedë. Kemi shkuar të dyja, domethënë kam marrë, kemi dalë xhiro, kemi shkuar ke Vareza të dyja dhe më shprehur, Dalina më shprehur kështu si domethënë sikur si ishte mami im, sikur si isha unë. Po ndoshta edhe kishte mami jot, ndoshta kishte marrëdhënie tjetër dhe mami jot me të. E kam dëgjuar Dalina, të një të zezat për mamin tim. Okej, kuptoj se Më bën përshtypje aksesi që ka ajo, që ke dhënë ti për të thënë ty këto. Sepse që shajnë vjera, se mami jot është mami jot, po për tjetrën është vjerë dhe ndoshta se ka marrëdhënie mirë. Kryesisht to ndahen me familjen e vet, nuk parandahen me pra, ose ti i ke dhënë gjithmonë, vëdhe si të është konfiduar, ai ka ardhur për të shfryrë që ti japësh zgjidhje, apo të është konfiduar se kishte kimi me ty, edhe jeni ulur dhe po flisnit. U përpoqa në atë kohën që nipi nuk, domethënë unë përpoqa ta mbaja afër. E kuptoj pjesën e humbjes, dhimbjes. Ajo ka ndryshuar si person, pra. Edhe ajo ka rënditje të madhe. Këtë po them që, domethënë, këtu po flasim me një njerëz që ka një dhimbje që s'po e kalon. Edhe prandaj mund të shikoj të gjithë njerëzit si armiq. Domethënë ty, mamin, partnerin e vet, njerëzit e tjerë, por nuk ka konflikt drejt për drejt me ty, po duket sikur mjedisi acaron, njerëzit e tjerë të gjithë e acarojnë. E kuptoj se edhe unë kam vutur vetë pjesë, më ka ndodhur mua një fatkeqësi e tillë, nuk është se të ke humbur djalin? Po kam humbur me parë, po jo veç masa ishte një pim, nuk e linda do të gjallë. Edhe unë e kuptoj pak a shumë dhimbjen, nuk është se nuk e kuptoj, se jam dhe nën sot, jam dhe nën vete dhe e di se si. Ojla, a të them diçka në lidhje me këtë, sa do ti të kuptosh dhimbjen e tjetrit, ti duhet edhe ta mirë kuptosh dhimbjen e tjetrit. Nuk është çështje vetëm me kuptu që edhe mua më ka ndodhur. Është një fjali shumë e bukur që thoshte mami im kur vdiq babi im, kur vinin gra, uleshin atje dhe i thonë njëra mbas tjetrës, edhe mua më ka vdekur burri, ja unë tash i pa burrin. Dhe në një moment mami im shpërtheu gjatë vizitave, tha, ka mundësi të qaj burrin tim, kështu që çfarë do të kesh kaluar ti, se nuk bëhen as krahasimore. Dhimbja jote është dhimbja jote, dhimbja saj është dhimbja e saj. Përderisa ti nuk ke një gjë që duhet ta heqësh nga sistemi, nuk e ke ti fajin për sëmundjen e çunit, me atë që i ke thënë ti. Ti e ke faj që s'ke mbyll gojën, më me në dur. Ke faj, domethënë e ke, si thuhet, shipe ke dhier pak aty që e the këtë gjë. E the iku, por nuk ka lidhje me atë, sa i mund të ishte edhe njëri i shëndetshëm, ato janë fatet e përcaktuara tash, nuk e dim. Por pastaj the edhe një fjaliti që ajo nuk më lidhet të hyja në dhomë, po kur hyja bëhesha keq. Po ndoshta ajo nuk të donte aty se ti bëhesh e keq. Ndoshta nuk e don atë rëndes. Është si puna e luleve që kur je materitet të vi lule të gëzojnë ti nuk do fare, do t'i zhdukesh dhe të marrin frymën, edhe thon ato mos sillni lule, mos sillni gëzim. Po gëzëler të gëzohet vetë ajo po të marr frymë. Dhe ti ajo me djalin atje që e gëdhi nga mëngjesi deri në darkë, duhet të jesh e mirë kuptueshme. Po, dakor. Edhe me mamin tënd nuk bën mirë që ta ka thënë, aty duhet kuptuar edhe çfarë aksesi, po je mirë kuptueshme për atë situatë që çfarë ka ndodhur. I thjesht e mirë kuptueshme që do thotë. Shumë e mirë kuptueshme, po të paktën mos më akuzo për një gjë që unë nuk të kam thënë, nuk të kam bërë. Që ke ish nga familja, nga shtëpia. Jo që kam ishur, po thjesht nuk di si ta shpjegoj pse unë bëra mik për atë, unë përpiqesha që të jem shoqe me atë, ti bëj një krah, okay, ku ajo mund të qahet, mund të shaj, mund të bëj edhe mamin tim, e kupton? Po pra, po ta shoh mamin tënd ti do të cillesh kështu, sepse ti nuk je shoqja e saj. Ela ja, shiko, ti thua pse ma komentoi mamin. Ti për 2 minuta e shet atë.
Nuk është se s'ka faj, më këtë ajo gjërat e veta, se nuk e di. Unë e kam dëgjuar në atë moment që ajo e shante, unë e kam dëgjuar, i kam thënë okay, ti qetëso, ti nuk e pse e marrësh për bazë, rri qet. Po, por pastaj, dëgjoj muzikë. po pastaj shkova te shoqja jote dhe e tha pse s'ja futi i shpull. Ti shoha në vendin tënd. Ila më duket pak e dyzuar mua në të gjithë komunën që thot. Pra në një moment ajo është e vogël dhe nuk di akoma të gëzoj jetën, në një moment ajo çdo gjë që bën e ka pse e bën ajo ndaj meje. Në një moment ajo thot më përzuri dhe mënyra si nuk futesha dot në dhëm, nga tjetër thoshte nuk futesha dot në dhëm se qaja. Pra është dhe pak e dyzuar Ela me vete me marrëdhënie dhe siç tha dhe me motrën, me motrën e vllai dhe burrit. Dhe me këtë është kërkoj një shoqe dhe ndoshta kjo është fillesa e gjës që kjo po kërkon ta duan, kërkon një shoqe ndërkohë që është një marrëdhënie, është dhe një marrëdhënie tjetër. Mund të rritet e marrëdhënia korrekte. Në këtë rrëfin deri tani të paktën se na tregon Ela, lëviz si është ajo me kunatën dhe si është ajo vetë si kunat në marrëdhënie me të dhe këtu mund të zbulohet dinamika, patjetër dhe origjina e gjithë pse krijojnë këto marrëdhënie konfliktuale me kaq shumë persona, por jo detyrimisht ne mund ta vendosim tashmë të qartë që është faji i Elës apo faji i dikujt tjetër, janë ngjarje që ndryshojnë, njerëz të cilët janë komplet të ndryshëm në dinamikat e tyre dhe mënyra se si ne reagojmë mund mos e japi verdiktin që ne jemi në X formë me njerëzit. Patjetër ky dyzimi mund të jetë edhe një lloj kujdesi që ne kemi me njerëzit, duke i nuhatur pak a shumë se si janë ata që ti përshtatemi ne, dhe ndoshta kjo gjë nuk shikohet kështu nga personi, mund të perceptohet si pasiguri për marrëdhënien që do të ndërtoj me ne, pra nuk është i gatshëm as të përfshihet plotësisht, po as të tërhiqet plotësisht. Është gjithmonë në pozicion për ta zgjidhur ose për ta mbajtur ndoshta pa konflikt. Shiko, ka dhe diçka Ela, nuk e ka me ty, se sot që kam kështu si me nerva. Po ka dhe diçka që ndodh, dhe këtë e kam vënë re në të gjitha format e familjeve, deri tek shumë intelektual, po ka një gjë, ku janë ca helmet vogla quhen. Jo, është një çështje si fillim, ajo ka hyrë në një shtëpi që nuk është e jotja, si fillim. Fillon që këtu ajo. E kuptoj, pra unë jam përpjekur që ta mbaj afër, që të ngjehet mirë në familje, jo e largët. Kuptoj, po. Është e rëndësishme që të kuptosh dhe këtë pjesën e analizës së vetes, se nuk është gjëja që themi ne, por është kush e thot. Pra në qoftë se ti je në pozicion kontrolli apo në pozicionin e kjo është prona ime, shtëpia ime dhe vjen tjetri, mund të thuash dhe ca gjëra që për shembull diçka tha një herë ish kunata ime në televizion tek Goca dhe Gra. Ajo tha për shembull mami im thotë që ti zgatuan. Unë qesha. Dikush tjetër në familjen time nuk qeshi fare. Kështu që varet se si interpretohen, kështu që unë isha një diskutim, unë më du për qesha, ajo dhe qesha se unë zgatuaja shumë. Por ndryshe ju duk dikujt tjetër në familje, tha, nuk ishte hishme që të thuaj në ekran. Tash këto gjëra varet si merren, sepse në cili pozicion dhe kush i thot. Edhe juve që të ecni si kunata mbi vezë tër ditën, edhe kjo s'shkon, tash të ecësh mbi vezë që të kemi ne hallenusës. Normalisht do të jetë dy njerëz me inteligjencë emocionale, kështu që në fund të ditës. Dua thjesht një marrëdhënie normale, tani mos flasësh fare me asnjërin, domethënë me 4 kunata, të kesh 4 kunata. Ti dy përmende, po i pas këtë 4 as si. Normale, duket vetja, okay, unë që kam një super strikt tani se. Fal, po me tjetër pse shleti të vllajt? Po ajo tjetra është jashtë, nuk i kam marrëdhënie të mirë me vllajin, kam bërë divorce gjëra të tilla. Mirë, po mirë tash ja do flas me. Po ai mbaron ai histori tash. Jo, dëgjoj, dakord, jam dakord me këtë. Okej, nuk ka dëshirë, ka mbaruar me vllajin, ka bërë çka bërë, kupton. Ishte unë nuk kam folur herë në fundit, pra një piti kam thënë që ti sado që nuk ke këtë marrëdhënie me vllajin tim, ti prap je pjesë e familjes, janë besat. Kam thënë që e ke të hapur telefonin tim, mund të biesh kur të duash. Okej, e ka marrë si mesazh rëndësishëm që ndar mirë, po pastaj ajo ka motrat e shoqit e veta. Po, patjetër ka notat e veta. Po pra, po ke ardhur me 4 histori. Nuk e kërkoj asaj. Okej. Po motra tjetër e burrit, pse s'flet me atë? Jo se nuk flas, po janë ftuar marrëdhënie shumë, domethënë thjesht formalisht kaq, nuk. Ajo jeton jashtë. Të burrit tim janë motrat e këtu. Okej. Lona më thotë që ajo e madhja bananët e të voglës. Patjetër. Ka sigurt. Nuk e kam mbajtur shumë më përpara, po tani ka filluar dalin t'ja mbaj.
sepse ajo ka qenë një tip shumë i mirë. Ishte kjo pjesa që gjithmonë mamit vetë edhe mua kam dhënë dhurata gjithmonë. Nuk doja dhuratën, po thjesht edhe një mesazh, më ndjeva keq këtë vit sepse as nuk më uroj as për ditëlindje as për 8 mars. Ela ka dhe të sidronë fëmijës vetëm, e ka shumë të pjesë. Mirë kjo, po mund të jetë një çështje tjetër që duke pasur kaq marrëdhënie jo pozitive me kunata, të mund të zhvillojë edhe një si tip gaslight kolektiv. Domethënë duket sikur të gjithë janë kundër Elës në këtë rast edhe ajo të perceptoj që gabimi qëndron tek kjo. Por unë do i kthesha diskutimit që çdo marrëdhënie ta shikon në mënyrë individuale, një me një, ti me secilën. Po pastaj me njëra ishte fare problem, për shembull doli katër. Jo, që të gjithë konatat kanë probleme me mua, se më pas edhe ti e identifikohesh si person problematik me veten tënde dhe ta krijon të vështirë pastaj edhe marrëdhënien me ndonjë që, siç e tha Dalina, mund të rikthesh në raport, ndoshta. Këtë çfarë them? Duhe unë, pendej ka pendit nga ju që Ela, ku e kam unë problemin, çfarë duhet bëj? pikërisht, do thoya që ti mendon se je problemi me të gjitha apo shikon të diferencuar çdo marrëdhënie? Nuk jap dot një më kësaj gjëje. Do njëherë. Nevoj për ndihmën e jonës. Normalisht do kisha shumë nevojë të kuptoja çfarë ndodh më shumë me ty si individ, domethënë me përjetimet emocionale, me momentet ku ti ke dyshuar, ku pastaj ke reflektuar, sepse realisht është një sipërfaqësore gjithë ajo që po tregon. Po edhe për motën e burit, thotë thjesht ishte xheloze, por nuk e ka të qartë se çka ka. Pa mendoj që është xheloze që mamaja. Nuk duket shiko, ajo e ka xhelozin, e ka pasur dhe e ka. E di që e ka një ndëllë smire, pse? Pse i bëhet për këtë, për mua? Po ti me që jeni një zonë rehati aty, okay, se pse do maman. Është një xhelozi që justifikohet. Po themi. Ti për shembull mund ta akomodosh kur ajo vjen që të apo flet, më fal, mamaja flet shumë për ty, mamaja saj apo thjesht është situata çfarë shef ajo atje? Një me që shef në shtëpi, nuk është flet. Jo, është shumë në rregull. Unë ndonjëherë për shembull personalisht kam një gjë, kur e ndjej që dikush nuk ndihet mirë, mundohem ta akomodoj, e bëj këtë edhe ul veten. Jo ul veten në kuptimin e uljes, po. Unë e kam bërë Delina, e kam bërë shumë herë këtë gjë, kam ulur shumë herë veten time. Jo ta hedhësh më, bësh pak më modesta, largosh, distancohesh, lë. Nëse nuk është asgjë zgjuar se të kuptoj që mamaja ka të fëmijë. E kam bërë Dalina, e kam parë situatën që nuk po i pëlqen, ka hedhur një fjalë me nënën e vet dhe okay, jam larguar, nuk kam marrë me diçka tjetër. E kam bërë dhe këtë që po thua, e kam bërë. Ai me maman si shkon? Shumë mirë, ka marrëdhënie shumë mirë, okay, si në bi. Ela, sa të ndikojnë ty këto marrëdhënie në jetën tënde individuale, tënde personale? Shiko, tani me të them të drejtën, mua që më shqetëson kjo pjesa, dua të qej ti vetja ime, okay. Nuk po them që jam e përsosur, mund të kem dhe unë gabimet e mia. Ama tani në këto momente të jetës time, edhe po e stakoj trurin që okay, do merrem me fëmijët e mi, me bunin tim, nuk do e vras kaq shumë trurin, mo. E pëlqeu me fol, okay, si pëlqeu me fol, faleminderit prap. Okay. Ti do të gjej atë problemin, okay, jam edhe un problem. E di që mund të kem pak faj. Kur thua e di që mund të kem pak faj, e ke kuptuar para shumë, domethënë sjelljen që mendon se ka sjell në konflikt. Unë kam ulur, se Dalina, unë kam ulur shumë veten, kam dëgjuar, kam parë, më shbërë që nuk më shbërë edhe prapë, më thënë okay, s'ka gjë, vazhdo, sepse jemi familje, janë më të vogla, do i farë, do i bëj. Po tani në këtë moment i postime unë them okay, nuk do, faleminderit prap. Pikërisht, disa marrëdhënie nuk mbajnë me zor dhe nuk im detyruar, asnjëherë se tjerë nuk janë të detyruar të na duan edhe të krijojnë marrëdhënie me ne, nëse nuk kanë dëshirë ose nuk gjejnë përputhje me atë që ne ofrojmë. Por duke qenë se ti thua unë tash jam dyshuese për veten, mendoj se edhe qenë dyshues nuk është diçka shumë negative në thelb, sepse ti je duke parë dhe sjelljen tënde se si ndikon me këto njerëz edhe ndryshon kur shikon që nuk të jep atë rezultat që tjerë të presin ose ti pret nga vetja. Nga ana tjetër edhe tërheqja është, besoj, një gjë shumë e mirë ku
lë të lirë se cilin individ të marrë dhe kohën, ndoshta dhe reflektimin, edhe nëse kthehen mund të vendosësh ti pastaj se si të ndërtosh marrëdhënien me ta. Por sidoqoftë tërheqja është e shëndetshme sepse këto marrëdhënie me sa kuptoj në mënyrën se si kanë funksionuar deri më sot me stilin tënd dhe me stilin e tyre, duket se krijon përplasje dhe nuk është e efektshme për shkak edhe të historive që kanë ndodhur. Tani, po bëj të drejtë, pa më duhet të jemi në veten time, që të mos mundin vetes time që kjo është në rregull. Po pra kjo qetësinë dhe atë ndjenjën e fajit që kishe duhet të me këtë duhet. Nëse do vi dita dhe të qartësosh me individin që ti ke pengun se mund të kesh gabuar. Ila, situata jote është një situatë common, shumë sidomos me punat me të burrit, që mund të ketë një xhelozi aty, një gjë që ndjen, por nuk janë situata për shumë si historia jonë tjetër që ishte ekstreme. Ti je okay në atë shtëpi, je lumtur, je pranuar, pra në përgjithësi. Unë personalisht jam një çik për atë tavolinën e vitit të ri, e kam pak të rëndësishme. Jo të domosdoshme, por besoj që është një tavolinë vitit të ri dhe është mirë që ne të jemi aq komod me njëri tjetrin sa tulemi në tavolinë. Sepse nuk mendoj tavolinë e vitit të ri, mendoj fëmijët e tu me fëmijët e atyre një ditë do duhet të një gjë. Larg qoftë një aksident, kjo vlen edhe për punatën. Aksident, larg qoftë dikush, do marrin telefon, do i gjendesh pranë. Pra mendoj që njerëzit janë pak budallënj, që nuk mendojnë që neve duke folur, zgjidhim më shumë halle me njëri tjetrin, edhe i rim njëri tjetrit, sesa duke ndenjur kështu si kërpudha, njëri mbrapa një pemë, tjetri mbrapa një pemë, dhe nuk bëhemi kurrë bashkë. Dhe kjo është më dukur idiotësia më e madhe, këmbgulja dhe kokforcia për të mbajtur kufi deri në ftohtësi totale, më dukur idiotësia më e madhe. Duhet tolerancë nga të gjitha anët, por absolutisht ka dhe raste të pafalshme, nuk po them të luftosh kur ka dhe raste të tmerrshme. Rasti yt nuk është ndonjë rast wow. Është një rast ku unë mendoj, nëse ti duhet si fillim të jesh e qetë, pra tha shumë mirë Jona që ti në momentin që ke dyshime për veten, që bën analizë me veten, kjo është një shenjë shumë e mirë, sepse çka kanë që s'më flasim, pse s'më flet asnjëri muaj, kështu këto kur ngrehem pyetje dhe s'kan asnjë përgjigje, dhe kjo nuk është e shëndetshme. Pra është e shëndetshme që ti mendon edhe për pjesën tënde këtu. Në momentin që ti e ke bërë analizën tënde dhe dhe vetëm kufit, por di dhe çfarë ti mund të korrigjosh nga ana jote. Ti gjithmonë bë përpjekjen tënde. Ju shoqe të ngushta nuk do të bëheni. Ka shkunata që janë motra dhe sa ndodh një divorc, komplet bëhen të panjohura, sepse është ligji i natyrës. Është tjetër shoqja me shoqen që njihen në gjimnaz, pra nuk është zgjedhja e saj për të bërë ty të vetën. Është zgjedhja e vllajt për të futur ty në shtëpinë e tjetrit. Kështu që në këtë rast unë gjithmonë mendoj ky është rasti i tavolinës së vitit të ri që me fare s'është. Ti vazhdoje i sjellshme, s'to uroj për 8 marsin, mendoj ndonjëherë sa i lartë është ta urosh tjetrin që s'to uron, sa i lartë është ta urosh për ditëlindje. Se fundi është vajza e vjerës që të do shumë ty. Është motra e burit. Por të kuptoj se mirë që ma kujtove këtë pjesën e tavolinës së vitit të ri. Gocat e mia, të dy gocat kanë ditëlindje është një muaj njëri mas tjetrit. Edhe ishte viti i parë që gocat e mia festuan ditëlindjen pa hallën e tyre. Po kishte halla punë. Jo, nuk ishte punë, thjesht nga kjo pjesa që nga kjo ftofja ime, të them, nuk e di, që unë nuk i thira, nuk i thash që okay, mund të vini, mund të bëjmë, ta kalojmë bashkë. Po mirë ti, ato fëmijët, ato i kanë hall. Dhe prandaj me hallat i kemi, siç i kemi marrëdhënie se nënat na kanë tërheqë tezet. Edhe këtu kuptohet fuqia e kujt ka qenë në shtëpi. Prandaj të betohem për të 3 fëmijë që asnjë moment nuk e kanë ndaluar as fëmijët as burrin. Prandaj unë ndjehem keq te kjo pjesë, sepse kur fëmijët e mi shkon te hallat e vetëm thonë mamam do vishte ti, jo te mos shkon unë nuk vi se jam me dorë, nuk kam punë. Nuk kuptoj gjenjës tipikin. Nuk ka qenë një moment të thënë që okay mos shkoni, pse shkoni. Mam duket ndonjëherë tha po që kok kur bëjnë kokë. Që ndjer keq nga ila apo sa mendime kështu se si njerëzit prishin marrëdhëniet është edhe unë edhe të tërë. Filloj mendojmë sa gjëra kështu pa folur. Nuk të vi halla për ditën e gocës, më ndjes shumë keq. Po prapë se ke ftuar ti. Po nuk ka se ftoja. Dalina e ftoi vet goca. E ftoi goca, e ftoi vllai. E ftoi, po se kuptova se ti më the mua se ftova, apo kështu tha. Po kuptoj aty ela, e ftove ti ose ftove halla? Po Dalina, nuk
nuk ka nevojë për ftesën time ajo. Në ato kohë nuk kemi folur fare, s'kemi pas kontakt. Nuk e dashur se pse, e di ajo. Shiko, Ela, se do ishte një emision shumë i gjatë për të kuptuar tamam të situatën tënde, se nuk e kuptoj tamam, është shumë e paqartë. Se ti her pas herë nxjerr ca gjëra që janë sa informacione të reja. Një histori aq e gjatë sa do nuk di si ta shpjegoj. Po, nuk e di, Ela ke dhënë një gjë që mua më duket si një kek i lehtë, kupton, një limonad. Kështu që ka përshtypje që nuk është se e dim gjithë historinë, edhe ka përshtypje që ai dyshimi jote tek ty, merru me atë dyshimin tënd që ke tek ty, tek marrëdhënia jote. Dhe çfarë duhet bëj në fund? Pjesa e tërheqjes që ajo ka bërë nga pjesa e marrëdhënieve mund të ndihmojë dhe të kuptoj këtë dyshimin që ka. Po ke vuan pastaj se thotë shkoda hallat edhe nga ana tjetër dhe gjykon hallën për shembull. Nga ana tjetër ne nuk mund të konfizohemi vetëm me këto marrëdhënie familjare, duhet të parë nëse kjo mënyrë është e shfaqur edhe në situata të tjera sociale që mund të jenë me shoqet, me kolegët, me njerëz që janë dhe jashtë, për të parë nëse ky pattern i yt është njësoj ose lidhja njësoj me të gjitha situata. Aty mund të jetë pastaj një problematik personale. Ela me shoqet me kështu si shkon? Deri tani shumë mirë. Ke shoqe ke pas gjithmonë, nuk është se ke kështu çuditëra. Shumë mirë, po këtë më vjen çudi pra sepse me shoqet e mia, me njerëz të tjerë jam shumë e mirë, kurse me këto tjerat jam. Po gjithsesi, a mund të them diçka në fund tani që po bëja pak lidhjen. Me kunatat që janë nga ana jote familjare, kuptoj që ata kanë probleme me partnerët, kanë probleme çështje dramatike që kanë ndodhur në jetë. Pra detyrimisht je ti guri themeli që shkakton këto konflikte, por mund ta shikojmë edhe në këtë formë që nga nxitjet që kanë me jetën e tyre personale, ti bëhesh pjesë pa dashur e konflikteve që zhvillohen më pas. Të bën sens kjo? Tani më mund të bëj me logjikën të aty, si po më thunë, disa si po. Pastaj kemi edhe anën tjetër, domethënë ku janë dy motrat e partnerit tënd, kunatat e tua, të cilat nisur dhe nga ajo që vëzhgojnë ose çështjet e veta personale që kanë, edhe kjo mund të sjellë problematika, pra mënyrë se si ata shikojnë marrëdhënien tënde me prindrit, që është më e fortë, xhelozojnë, pra në çështjet e tyre personale, që më pas ndezin një konflikt. Pra dua të ftoj të shikosh në këtë pjesë, përveç dyshimeve të forta që ti mund të kesh me veten, që këto individ kanë dhe çështje personale në jetën e tyre. Tani unë çfarë të bëj? Nuk duhet ta marr kaq ti është të reflektosh. Mos marrësh të mirëqenia eksaktësisht ato që po them, por po të jap një këndvështrim nisur nga aq sa ti ndave për të parë që ti mund të kesh dyshimet e tua, mund të kesh problematikat e tua në lidhje me këta njerëz, por merri dhe të mirëqenia situatat e tyre individuale që zhvillohen jashtë. Do të them mos shih vetëm çfarë më tha mua në atë moment, apo pse serdhi. Shih çfarë po ndodhte në atë moment, çfarë ndodhi përreth, çfarë situata ishte, ku ishin atë pikë. Edhe atëherë fillon edhe zbutesh thua, okay, mirë, dakor. Pikërisht. Këtë doja të them. Edhe dihesh edhe mirë me veten. Mos shih vetëm ma tha ajo, më shau nënën. Çfarë ndodhi? Para sa ditësh, çfarë i tha nëna? Pse ta tha ty? Ku si ishte situata? A humbi fëmijën? 2 ditë mbasi ta tha, është ndryshe se sa të ta thotë 2 vjet mbas. Na sqaroi rrethanën, siç thonë gjykat. Kështu që në këtë rast, duhet sqaruar rrethana dhe në bazë të rrethanës ti e kupton. Dhe ti, po, fakti që je aty dhe je shumë familjare, do thotë që qëllon aty dhe ndoshta i bezdis kunatat momentin që ti je aty, se ti si e shtëpisë, lloj e huaj dhe ndonjëherë bezdis. Ndoshta i bezdis dhe kur flet një fjalë më shumë dhe ai do të fajsoj ty. Ndoshta dhe ti duke qenë e qetë vetë thua s'kam bërë asgjë, mund të jesh i shënjestër shumë e mirë që ato të shkarkojnë të gjitha. Se Jona e tha shumë bukur të do ka përshtypje që është kjo teoria e Jonës. Mund edhe ti shkarkojnë ty, sepse si e rrezikshme. S'ke dhënë asnjë lloj ideje rreziku, ke qenë e ëmbël, e kështu e dashur e këto. Edhe kanë thënë, edhe ato shfryhen. Siç ajo u shfry për mamin që ta shau mami, se ka njerëz që thonë, unë s'mund t'ja shaj në sy, t'ja shaj mamin te shoqja. Ajo gjeti aksesin tek ty, se jo dhe çdo gjë duhet t'japësh akses në jetë për të bërë të ndier mirë. Ti ndoshta je stremunduar që ti bësh tjerë të ndjehen mirë. Ke dhënë gishtin, të kanë marrë krahun, më kupton? Ta kanë marrë pa dashje. Ta kanë marrë sepse është vetë qenia njerëzore që ta merr. Kur ti ke dashur të akomodohesh sa më shumë që të krijosh një marrëdhënie sa më të mirë. Akomodohu dhe ato secili ka dhe hallet dhe gjërat e tyre. Ata nuk të kanë asgjë, as motrat e ato, as motrat e burrit, as gratë e vllajt. Ty nuk të kanë asgjë. Ti je aty
Kur ju duhesh, je mirë, kur s'ju duhesh s'je. Dhe këtë rol du ta kuptosh dhe ti gjithmonë. S'ke gjak me ata. Kur je edhe me motrat me këta ke vditë edhe ke përplasje dhe ndarje. Kështu që ata u je kur duhet. Kështu që ti rrugës vendin tënd. Unë e kam prapë them atë ka fiksima tavolinën e vitit të ri edhe pse s'dodh vë, por mendoj është mirë mos prishesh. Por kjo që tha Jona për mua është shumë e vërtetë duke dëgjuar ty që fletë gjithkohës tani. Kështu që në vazhdën e analizave, përderisa ato nuk të pesdisin në jetën e përditshme, nuk i ke kështu si mbi kokë. Kështu që mund ta bësh analizën e shëndetësisë të plot. Mendoj që duhet parë dhe rrethana e çdo situate dhe ç'a ndodhi. Për te vetëm një fjalë është xheloze apo shan mamin, varet. Edhe sidomos marrëdhënia që ka ajo me vllajën tënd është e rëndësishme. Dhe çfarë vllai jot mund t'i thot apo nëna mund t'i thot ndonjë gjë. Thonë se plus që janë dhe vetë njerëzit, edhe njerëzit vetë kanë ato drejta. Kanë natyrat e veta, kështu që. Kështu e lam. Kështu e lam. Është e lam, faleminderit shumë, kështu nevojë për këshillën tuaj. Ne të falenderojmë dhe siç thash pas historisë së parë që dëgjuam, je okay. Je edhe mirë që ke shqetësime dhe është mirë që të duash të komunikosh me njerëzit, po ti bë më të mirën tënde ashtu siç edhe diskutuam. Pastaj tjetri vendos vetë, me zor nuk mban dot njeri. As do me babën tënd. Patjetër. Okej. Faleminderit. 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 Faleminderit shumë të dyjave.